Yje, kemi blerje të reja për të treguar ashtu si që do të zakoni. Do filloj me gjërat për mami dhe pse këtu e dini shumë mirë që ka më shumë gjëra për bebushin. Ke qenë se gjeta esenca aty, normalisht ju kanë produktet e mia të preferuara nga esenca. I pari është ky lip glossi, është gjithashtu edhe plamb dhe rrigjit ditën dhe zgjat një jetë. Është super. Jam shumë e sigurt që gocat që e kanë do ma konfirmojnë këtë gjë. Dhe e dyta është ky rimeli që është waterproof dhe është shumë i mirë, edhe ti zgjat. Dhe është pak i vështirë për t'u hequr, të them të vërtetën, do një larës shumë të mirë, një heqës make-upi shumë të mirë, po që ja vlen për mua. Tani, filloj me gjërat e bebushit. Zyrtarisht sot është 1 mars, edhe patjetër që bebushit tim do t'i duhet një rroba pak të holla. Tani, i ka marr këto dy bluzat të holla, ose për t'ia veshur poshtë, ose edhe për ta lënë thjesht me një bati edhe me këtë sipër. Nga këto kushton dhe 3,97 cent. Të dyja në mos gaboj. 3 bati të tillë, po ashtu te HM-ja, ato të parat nuk ishin te HM-ja, nuk e di ku i bleva, në një dyqan kështu, se janë mix, nuk është se janë të blera në një vend. Janë 3 bati të tilla, me mënga të shkutra. Në parë më pëlqyen shumë, ishin bati me japone dhe ishin shumë të mira. Kushtuan 15 euro. Është po prap një badi i tillë. Ky ka kushtuar 4,99, 5 euro. I duen tani të tilla. Duar pastaj më tej, po prap me pal tuta, gjithashtu të holla, nuk janë me push, nuk do t'ja mirja me push. Janë kështu të hollash nga ky push i holl. Një pal bezh, edhe një pal ngjyrë pana, të cilat kanë kushtuar 12,99. Edhe këto. Vazhdojmë pastaj me një bluzë me mënga të shkutra. Këtë e mora më shumë që t'ja ndërroj, se është e bukur, me dinozaure me gjëra, çuna ti pëlqejnë këto. Edhe kjo ka kushtuar 2,99, ishin në ofertë këto të holla. I mora edhe këtë bluzën se më ngjajti ngjyrë e lezetshme, edhe të lirë ta ketë. Kjo është pak më e trashë se ato dy të tjerat. Vin material me push nga brenda, push mesatar. Edhe kjo ka kushtuar 5,99, po ashtu në ofertë. Është një t-shirt i thjesht, 2,99, 3 euro ishte, pse mos familja e kam që ndërroj në shtëpi. Edhe kjo është një bluzë e fundit për babi, që kjo e babit më pëlqen më shumë se sa imja, të them të vërtetën. Edhe kjo ka kushtuar 5,99, është shumë e bukur. Është stil oversize dhe ndoshta më të marrë një xhiro. Tani unë e di shumë që ju jeni kurioze dhe vdisni të pikasni pak të çmimit, prandaj edhe do t'ju them edhe sa kushtuan që të gjitha këto që pat. Totali këtyre ka shkuar 45 euro e 24 cent, përveç produkteve të buzëve edhe rimelit. Bye bye yje, shihemi!